Ditën e djeshme ka pasur një protestë mjaft të madhe në Tiranë, ku edhe me ardhen e diasporës shqiptarët kanë dalë për të protestuar kundër kryeministrit e Tiranës. Për të folur mbi këtë protestë kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Zaçi Islami. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë faleminderit. Avokat, si u duk protesta e djeshme? Dgjoj. Protestat sa po vjen e rriten dhe dje ishte protesta nga më e madhe deri tani, por që pritet të bëhet akoma më e madhe sot. Nëse ai përbindeshi që ka uzurpuar pushtetin në mënyrë të paligjshme, do jap dorëheqjen. Nëse ai nuk jep dorëheqjen, pastaj sot do bëhet protesta siç është bërë deri tani, e qetë dhe pa zhurmë, pa thyer, pa prishur. Por, që se ai nuk jep dorëheqjen, atëherë do rrethohet kryeministria dhe parlamenti. Ka mbaruar ajo punë, nuk ka më kthim mbrapa. Ka një plan për rrethimin e kuvendit dhe të parlamentit dhe të kryeministrisë? Jo, nuk ka plan. Ka logjik të zhvillimit të ngjarjeve. Ka logjik, derisa këta s'japin dorëheqjen, derisa këta nuk ndihen. Po i pe dje në atë algoritmi që foli një orë gjysmë, 2 orë, nuk e di sa foli ai vetëm për algoritmi talli me njerëzit. Të gjithë grupi i PS-s që kishte mbledhur në sallën, ata kullonin katran, ata nxinin sikur u kishte rënë zije, sikur u kishin vdekur të tërë njerëzit. Pra, ai e shikon tani që ata nuk e duan. Dhe për këtë duhet ikit të qërohet. Por un kam një dyshim. Duke qenë se ky i ka dhënë Donald Trumpit të bijës, i ka falur Sazanin, i ka falur Zvërnesin, i ka falur ato mira hektarë që janë në Fier deri në kriporen në Vlorë. Rama thot që akoma s'ka marrëveshje, avokat. Dëgjoj gënjen. Dhe ai është njeriu më i pabesueshëm deri më sot. Nuk mund të besohet ai. Nuk mund besohet e Tirana. Pra, duan që ta bëjnë fakt të kryer. Ai duhet të ikë të qërohet një orë të parë, sepse e shikon që tani nuk ka më kthim mbrapa. Opozita zotëri shqiptarët e mirëfillt, protestuesit e vërtet të ndershëm të Shqipërisë, midis cilëve ka edhe nga PD dhe PS-ja që janë me të vërtet me shpirt që e duan të qërohet kjo forcë politike në pushteti. Po ta lexoj mirë atë protestën ai duhet iki që tani që flasim bashkë, ai duhet të marrë plaçkat e iki. Ndryshe, po e zun, Zoti ta shpëtoj. Avokat, për nga numrat, pjesëmarrja e djeshme ishte pjesëmarrje mjaft e madhe. Por ditën e djeshme Rama të la përshtypjen sikur protestuesit nuk e kanë kuptuar për çfarë protestojnë. A është vërtet kjo pra që protestuesit nuk dinë për çfarë dalin në shesh? Po ai si më shumë ai. Ai fëllëqësi që dele thotë unë kam ngrënë njerëz, thotë unë kam akuzuar vjerrin se më ka shkuar me gruan, ai ka ikur nga trup të kokës. Unë se kuptoj këta që janë me të, që rrinë akoma mbrapa, çfarë i thonë mendjes? E kanë në qik nder dhe personalitet dhe karakter këta që kanë partinë e tij apo s'kanë. Se di, se praktikisht ai dje luajti nga mënte kokës, vetë thot algoritmi, a thua se shqiptarët janë keq mësoj ai se ç'është algoritmi. Ore zotëri, algoritmi tani e di dhe fëmijët e klasës 4. Dhe nuk është algoritmi ai që zgjidh problemet e shqiptarëve, është zhdukja e kësaj force politike që quhet Partia e Punës e Shqipërisë, me të dy këto binjakët PSPD, dhe çlirimi i Shqipërisë nga vargojt e komunistëve shqiptarë dhe të fëmijëve edhe të niprëve të tyre. Këtë kërkon protesta dhe kjo do bëhet. Nuk ka zgjidhje tjetër. Çdo zgjidhje tjetër është luftë. S'ka zgjidhje tjetër. Avokat, ndërkohë që ditën e sotme protestuesit vazhdojnë të qëndrojnë përballë kryeministrisë dhe kanë bllokuar bulevardin Dëshmorët e Kombit. Besoni që tashmë ka ardhur koha e një përshkallëzimi të kësaj proteste? Tash pra, i kanë lënë afatin e fundit datën 21, është
vendosur ajo punë. Ai kujton se duke nxjerrë sa parulla atje jo Shqipëria e re, jo Shqipëria e vjetër, edhe ca idiotizma do gënjej njerëz do të bëj të tërhiqen. Nuk tërhiqen shqiptarët zotëri, kanë marrë udhën e zgjidhjes problemi shqiptar. Boll deri më sot, me gënjeshtrat e komunistëve, boll me mashtrimet, boll, nuk shkojnë më. E këshilloj Tiki të marrë valixhet e Tiki, po ka tunë kokë. Po që se me të vërtet e ka parë situatës e cila është. Po që se ai nuk kupton fare, nuk e shikon se ç'po i vjen vërdall, atëre pas fatin që meriton pastaj. Avokat, në fjalimin e djeshëm Rama tha që pavarësisht se e kishin pyetur shumë njerëz që nëse do të tërhiqej, ai deklaroi që nuk ka për të dorëhequr ndonjëherë. Kështu thonë të tërë diktatorët, kështu thonë. Edhe ai Mubaraku i Egjiptit kështu tha, edhe ai i Libis Kaddafi kështu tha, edhe ai i Nepalit kështu tha, por kryeministria dhe parlamenti i Nepalit u bë shkrum. Këtë gjë e di ky, e kupton që do arrijë puna atje, po se kupton. Dhe unë përqirje oficerëve dhe ushtarëve të gardës. Keni kujdes, mos mbroni kriminalët. Dorëzoni armët, dorëzoni detyrën dhe dilni bashkohuni me turmën. Nuk ka që bërë kurkush, nuk ka ligj që ju dënon. Pse nuk ka ligj? Sepse është shumica e popullit që është kundër kësaj qeverie dhe ju duhet të bashkoheni kësaj qeverie. Bëni atë që bën policë e Francës para 15 vjetë sa u bën tani që hoqën kapelat i lanë në rrugë dhe u bashkuan me protestuesit. Këtë bëni, mos u trëmni se u kërcënon ai do të vuzë burg zot. Ju merr të keqen, s'ka që bën, jemi gjallë ne këtu. Avokat, a besoni që Spaku mund të marrë ndonjë veprim ndaj, po themi, qeverisë ose edhe ministrave? Absolutisht asnjë gjë nuk do bëj Spaku, sepse nuk ka këll që Spaku që të bëjë atë punë, plus që Spaku është pjesë e tyre zotëri. Është pjesë e partisë punës, e partisë të pushtet. Nuk kthehet Spaku të qellojë dhe të vrasë të arrestoj këta që e punë pushtet. Problemi është që ne presim që qytetarët shqiptar të bëjnë, të durojnë dhe sot, se unë e di që nuk durojnë dot më, unë e them me qeshur, po është për të vënë ulirimën, sepse do shpërthej dhe do shpërthej keq shumë nëse ai nuk jep dorëheqjen. Do shpërthej aq keq sa mjerë ata që do t'i rrinë afër. Avokata, besoni që duke rrethur institucionet mund të detyrohet të jap dorëheqjen? As bëhet fjalë fare. Ata mbrëm u gdhin aty protestuesit. Sot, gjithë ditën, dhe në darkë, dhe deri nëse në mëngjes, është afati fundit. Duan ata do japin dorëheqjen, nuk ka nga e mbajnë. Si shpjegoni që edhe pse në protestë thirrret Rama burg, Berisha burg, Berisha vazhdon ta mbështes protestën duke shpërndar video të kësaj proteste? Po pse ç'a prisni ju që Berisha të ketë kurajon e t'i dalë popullit kundër, se ka të kurajo, ai s'është aq trim, ja dim trimërinë dhe aty ja. Dhe aty ja dim trimërinë, ai trim kur ka gardisë të rrethotull vetes që vrasin qytetarë protestuesit në 21 janar. Atë me ata është trim ai. Po pa hiqje ata shoqë sa trimësh të nxjerrin protestë. Pse nuk janë bërë prapanisa Berishës dalë në protestë? Pse nuk jep dorëheqjen Berisha që të çrohet e Rama në pushteti? Jo më është mashtruar, është policier. Problemi është me i thellë akoma. Unë kam frikë se mos Amerikanët i kanë dhënë një garanci këtij dhe i kanë thënë që ti e rrimë të lëviz nga vendi se ne do të mbrojmë tyja, se dihet që amerikanët nuk duan të bëhen të rrëzira. Por unë bëj thirrje amerikanëve nëpërmjet ambasadës që kanë ata këtu, se na dëgjojnë, e di që na dëgjojnë, që ta marrin telefonin që thonë largohu, se populli ka arritur atë tek Osman.
Po ta duan populli shqiptar dhe kombë shqiptar, të gjë duhet të bëjnë. Të gjë duhet i thonë atij. Se bën për punë të tyre. Por, di dhe këtë tjetër, dyshoj për këtë tjetërin që me qenë se ky ka bërë pazaret me të bine dhe me dhëndërin e Trumpit, që në fakt i ka bërë me qifutët e Izraelit, të cilët i bëjnë presion Trumpit që të mbaje Tirana në pushtet. Pra, problemi shumë i rëndë, zotëri. Problemi nuk është i rëndë, vetëm se bëhet fjalë për një shqitje trolli. Bëhet fjalë për pushtimin e Shqipërisë në kolonët Izraelit. Dhe kolonët Izraelit po u futën, po morën 5 metra katrore vend, bëhen pasaj miliona në atë vend. Dhe bëjnë atë që kanë bërë në Gaza, që kanë bërë në Palestinë. Pra, Amerikanët këtë duhet të bëjnë, të largojnë në Izraeli në lidhje me këtë marrëveshje që ka bërë Edi Rama, të largohen nga Izraeli, të largohen nga trojet shqiptare, se nuk i lëmë në trojet shqiptare. Jo Amerika tjetë, po dhe babaj Amerikës të vi, ne do t'i vëm pushkën. Pik, prandaj Amerika që se rresë mëndjes. Ne nuk lejojmë më as 1 centimetër tokë. Ka akoma pasardhës e Mitë Sokolit. Ka akoma pasardhës se la Musaj. Njërin veri tjetërin ju. Mos kujtojnë ata se jemi shuar ne. Jo më rjo, jemi këtu. Jemi këtu dhe do të tërgojmë vëndin. Prandaj kujdes ata mund të na fshin me tanke dhe me aeroplan që kam, natyrisht, edhe me bomba atomike. Po ama do vdesim si burra dhe po vdikim. Jo si lepujt. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Edhe unë faleminderit.